Po me Arbënorin janë takuar shoqja e Arbënorit dhe nën Arbënorit. Arbënori sa i përket gjendjes fizike është mirë, po për shkak gjendjes emocionale dihet se është i lodhur, është i mërzitur nga padrejësia që po i bëhet. Ndërsa me u maltretuar nuk është i maltretuar, sa i përket maltretimit fizike nuk ka pasur. Sjellja ka qenë korrekte. Mirë po, ai po e vuan ata për shkak se është u mbajtur në mënyrë pa drejtë, po thotë se ai policinë ka Kosovës e kalon me 1 nëntor ka dhënë dorëheqje 2022. Ndërsa ky akuzohet për rastin cili ka ndodhur në 24 shtator 2023. Që s'ka të bëjë fare me atë. Zotëri paraprakisha Arbënoria a ka udhëtuar për Serbia, është dalë ndonjëherë? Ka udhëtuar më herët, mirë po nuk është ndalë. Mirë po, rasti i fundit tash ju e dini gjendjen që ka tensionuar gjendja viteve të fundit edhe për atë tash këtu është problemi për shkak që ka punu si polici i Kosovës, se për asgjë tjetër. Çka i kanë thonë autoritetet e Kosovës? Çka janë të bënë këtë drejtim? Janë dhënë disa dokumente që ai ka kryer më herët që përmendet edhe jo policinë. Mirë po, cilat janë përgjigjet prej autoriteteve serbe? Dokumentacionin, gjithë dokumentacionin kemi dorëzuar avokatit, dhe avokati ka proceduar në prokurori. Dhe institucionet tona janë angazhuar, mirë po, ne kërkojmë që të angazhohen më tepër institucionet tona, po sidomos të ndërkombëtare, sepse kjo është një padrejësi e madhe që po i bëhet Arbënorit dhe shumë gjendje të tjera që po i bëhen. Nuk është pyetje këtu vetëm se Arbënori, po ka djemtan të tjerë që ndodhen atë. Kjo është një kufizim i lirive të drejtave të njerëzit, lëvizjes të drejtave të njerëzit. Ne kishim kërkuar organizata ndërkombëtare, sidomos to për mbrojtjen e drejtave të njerëzit dhe ambasadave të shteteve tuaja që të reagojnë më tepër. Sot jemi mbledhur këto për një arsye të madhe dhe të drejtë, për të kërkuar drejtësi për Arbënor Spahijon. Arbënori, një ish polic i ndershëm dhe i përkushtuar ndaj shërbimit të ligjit dhe sigurisë së qytetarëve, sot ndodhet padrejtësisht në burg në Serbi, i privuar nga liria dhe i ndarë nga familja e tij. Prania jon këto është më shumë se një mbështetje simbolike. Ajo është dëshmi se padrejtësia nuk mund të mbulohet me heshtje. Ne jemi këto për të ngritur zërin e Arbënorit, për të thënë me vendosmëri se liria e tij është e drejtë themelore dhe se askush nuk mund të mbahet peng i padrejtësisë. I bëjmë thirrje institucioneve të Republikës së Kosovës që të angazhohen pa ndërprerje për lirimin e tij. Po ashtu, i bëjmë thirrje institucioneve ndërkombëtare, Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të drejtave të njerëzit që të marrin përgjegjësinë për të garantuar të drejtat themelore të një qytetari që padrejtësisht po mbahet i burgosur. Arbënori nuk është vetëm një individ, ai është simbol i dinjitetit dhe i qëndresës. Ai përfaqëson çdo qytetar që kërkon drejtësi dhe çdo familje që beson në të drejtën dhe lirinë. Sot, zyri ynë është zëri i Arbënorit dhe ky zë nuk do të shuhet derisa e drejta dhe liria e tij të rikthehen. Faleminderit që jeni këtu dhe faleminderit që japni forcë kësaj kauze. Në këto 4 muajt e fundit, ne besojmë që institucionet e Kosovës kanë mujtë me bo edhe më shumë edhe me na dhënë mbështetje për kauzën edhe për lirimin e Arbënorit, që tash ai të bashkohet me familjen e tij dhe të gëzojë lirinë që ai meriton. A jeni taku me ta, dikush me familjarve? A keni pa, çfarë gjendje është? Po besoj që këto pyetje mundi me prononcu prej familjarëve. Faleminderit. Sot jemi mbledhur këto të bashkuar nga dhimbja, shqetësimi, por edhe vendosmëria jon e përbashkët për të kërkuar drejtësi për Arbënor Spahijon. Arbënori nuk është vetëm një emër, ai është biri një familjeje, shoku i një komuniteti, qytetari yni, një i ri i pafajshëm, i cili sot gjendet i privuar padrejtësisht nga liria. Sot nuk flasim vetëm për fatin e tij personal, por për një padrejtësi që na prek të gjithëve. Sepse kur një i pafajshëm bëhet në burg, liria e secilit prej nesh është e rrezikuar.
Ky rast nuk është vetëm një çështje familjare. Është një çështje njerëzore, kombëtare dhe ndërkombëtare. Është një thirrje që na kujton se sa e brisht është liria dhe sa e shtrenjtë është drejtësia. Të nderuar të pranishëm, sot jemi në muajin e 4 të kësaj padrejtësie. 4 muaj janë shumë. Janë të përjetuar si një përjetësi për familjen që zgjohet çdo ditë me ankth, me lot dhe me shpresën se një ditë kjo padrejtësi do të marrë fund. Janë 4 muaj të rëndë edhe për Arvënorin, i cili dikur me dinjitet dhe përkushtim i shërbente këtij vendi. Dhe sot është i mbajtur larg lirisë së tij. Ky nuk është vetëm një burg fizik, por edhe një plagë e thellë shpirtërore për familjen dhe për të gjithë shoqërinë tonë. Çdo ditë që kalon është një padrejtësi më shumë, një peshë më shumë mbi zemrat tona dhe një thirrje më e fortë që drejtësia të vihet në vend. Ne i falenderojmë institucionet tona shtetërore, mirëpo edhe i bëjmë thirrje që të mos heshtin, të mos vonojnë dhe të mos e neglizhojnë këtë rast. Heshtja e shtetit nuk është thjesht dështim, është një padrejtësi e dyfisht. Është detyrë e shtetit të mbrojë çdo qytetar të tij, pavarësisht se ku gjendet ai. Sot, më shumë se kur, duhet të tregojmë që jemi një shtet që i mbron qytetarët e vet. Po ashtu, sot duam t'ju drejtohemi me forcë edhe te institucionet ndërkombëtare, ambasadat e vendeve mike, organizatat për të drejtat e njerëzit. Ne ju bëjmë thirrje që të mos qëndroni të heshtur përballë kësaj padrejtësie. Heshtja juaj është peshë mbi shpatullat tona. Por zëri juaj, ndikimi juaj është vendimtar. Andaj, ne kemi nevojë për solidaritetin tuaj dhe mbështetjen tuaj, jo nesër, por sot. Arvënori është simbol i një padrejtësie që mund t'i ndodhë kujdo prej nesh. Sot është ai, nesër mund të jetë një tjetër. Dhe për këtë arsye, ne nuk do pushojmë së kërkuari drejtësi, transparencë dhe liri. Zëri ynë nuk do të shuhet. Protesta jonë nuk do ndalet. Ne do të qëndrojmë këtu, bashk, të palëkundër, derisa Arvënor Spahio të kthehet i lirë pranë familjes. Faleminderit secilit prej jush që sot po e ngrini zërin për Arvënorin. Faleminderit që po tregoni se liria dhe dinjiteti nuk kanë çmim. Sepse sot, këtu, secili prej nesh është Arvënor Spahio. Liri për Arvënorin, drejtësi për Arvënorin. Familja ka taku Arvënorin, sigurisht, gjendja e tij fizike është e mirë po për këto 4 muaj sigurisht që gjendja e tij emocionale është shumë e rënduar, po privohet nga liria prej një padrejtësie, prej një sistemi që ndoshta nuk po funksionon si duhet. Edhe për këtë arsye, sigurisht që gjendja e tij nuk mundet me qenë mirë. Gjatë kohës 2023 që ka ndodhur vajzka, Arvënori veç nuk shkon në policë. Arvënori një vit më parë ka jep dërheqje prej policisë, edhe gjatë asaj kohe prej kohës kur ka jep dërheqje ka qenë duke jetuar dhe vepruar në Gjermani. Ai keni dhënë gjithë dokumentet? Gjitha dokumentet, avokatët e Arvënorit kanë punuar mbi këtë çështje, janë ndërzuar gjithçka që ka qenë e nevojshme me u ndërzu, kështu që dokumentet edhe gjithçka tjetër ka qenë rregull, është dëshmuar që ai nuk ka qenë atkoh në policinë e Kosovës edhe gjithçka tjetër që ka qenë e nevojshme. Pjesëtar për familjes ngushtë sigurisht që në taku edhe institucionet tona nuk mundemi me thonë që nuk kanë bërë asgjë për këtë çështje, kanë ngritë edhe ata azanin e tyre, mirë po ne si familje sigurisht që nuk na mjafton përderisa Arvënori nuk është afër neve. Kështu që unë tash edhe gjatë fjalimit që e falenderojmë qeverinë, e falenderojmë institucionet në përgjithësi krejt ata të cilët kanë komunikuar me pjesëtar të ngushtë të familjes së Arvënorit, edhe kanë ngritë zonën e tyre atje ku kanë mujt, mirë po për neve është e rëndësishme që Arvënori me qenë mesin tonë.